Territori i Kosovës për datën 30 janar 2026 do të jetë në ndikimin e vranësirave dhe rreshjeve të shiut, ndërsa në disa zona priten rreshje dëbore. Paraditja do të karakterizohet nga mot i vrenjtur dhe rreshje të her pas hershme shiu, ndërsa në zonat më të larta rreshje do të jenë në formë bore. Pasditja nuk sjell përmirësime të dukshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 30 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 30 janar do të jetë rreth orës 6:46 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 1 deri në 5 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 4 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 5 gradë Celsius. Pej 0 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 6 gradë Celsius. Suhare 2 deri në 7 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 8 gradë Celsius.